çdo vjet po ndrojnë pak stilet e darsmave, çka dominoi këtë vit? Ato freskit i sjell Erblini gjithmonë. Apo, kërkesat zakonisht janë gjithë ndryshme. Najherë janë me vend, najherë janë menoj edhe pa vend. Pa vend. Kështu që unë gjithmonë e kom analizu shumë mirë këtë sen, se e kom këshyrë paka shumë edhe tregun, edhe çka po donë, edhe rinia, edhe mosha e mesme, edhe ju mënu që mu përshtat me rrethin që e ki. Kështu që kërkesa ka pas, po unë zakonisht ja prezentoj gjithmonë programin që na e kemi në programin tonë. Dhe më thonë, pa ju largu aty në pikave që... Kërkesave të herpasit. Po, pa ju largu pikave që nuk e dëmtojnë kërkan, nuk e dëmtojnë dasmën, nuk e dëmtojnë rrethin. Po dhe së është një farloj përgjithësie. Normalisht. Në momentu në gjithmonë, tham, kur të merë mikrofonin dorë, ti je udhëhec. Dikush mënët me llogarit vetën që është vetëm për me këndu, po unë mendoj që je edhe udhëhec. Se krejti kanë sytë ka ti, edhe hajde tash ti çka ki me bo. Çka mu bo. Po, çka ki me bo. Tash ti mund është me bo keq, mund është me bo edhe mirë. Kështu që e kom analizu këtë pjesë edhe ju mundu mi dhonë shumë vëmendje, për ka ona tani e reportarit edhe onës profesionale e kom pas krahun gjithmonë që krahun e sigurt, po edhe këtë pjesë ju mundu me përforcu shumë edhe po besoj që jena shumë përgadit për secilin e vend.